Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit KSHPK ka publikuar pasurinë e zyrtarëve të qeverisë së Maqedonisë së Veriut. Zëvendës Ministrja e Ministrisë së Transportit Kaltrina Zekolli Shaqiri ka deklaruar disa prona, vetura dhe mjete bankare në Maqedoninë e Veriut si dhe jashtë vendit. Pasuria që Zekolli Shaqiri ka deklaruar në KSHPK, 2 banesa në Çajir, njëra 59 metër katror në vlerë prej 4.354.200 denarve, ose në euro 70.763 euro, si dhe tjetra 85 metër katror në vlerë prej 6.273.000 denarve, në euro 101.947 euro. Patundshmëri jashtë Maqedonisë së Veriut ka paraqitur në Shqipëri, konkretisht në Lezhë. Zekolli Shaqiri posedon një banesë në qytetin e Lezhës me emrin e bashkëshortit të saj, me hapësirë prej 54 metër katror, në vlerë prej 3 milion denarve, ose në euro 28.755 euro, blerë në vitin 2021. Pasuri të luajshme në Maqedoninë e Veriut ka paraqitur 3 vetura, 2 vetura të tipit Mash 250 të vitit 2017, regjistruar njëra në pronësi të zëvendës ministres Zekolli, si dhe tjetra në pronësi të bashkëshortit të saj, në vlerë prej 180.805 denarve ose 2.938 euro për secilën prej tyre, si dhe një Kia Sportage Jeep në emër të saj, në vlerë prej 1.717.300 denarve, ose në euro 27.909 euro, blerë më 4 qershor të vitit 2024. Pasuri të luajshme jashtë Maqedonisë së Veriut, Zekolli Shaqiri ka paraqitur një të tillë në vlerë prej 606.260 denarve, ose në euro 9.852 euro, mirë po nuk ka informacione shtesë. Ka deklaruar një armë në vlerë prej 33.200 denarve, ose 539 eurove, si dhe letra në vlerë në kompaninë Near në vlerë prej 2.500 eurove. Të dhëna për llogari bankare dhe depozita në vend, një xhirologari bankare në denar dhe një tjetër xhirologari për mjetet të përfituara për pensionin shtetëror, për fëmijët që rriten me një prind, në vlerë prej 13.852 denarve, ose në euro 225 euro. Kaltrina Zekolli Shaqiri ka paraqitur një shfrytëzim bankar leasing të regjistruar më 5 qershor të vitit 2024, me mundësi pagese deri më 2 maj të vitit 2029, në vlerë prej 1.064.736 denarve, ose në euro 17.306 euro.